Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ndaj personit në drejtorinë vendore të policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasit me inicialet FB 34 vjeç, KX 33 vjeç, EH 25 vjeç banues në Vlorë. Dyshohet se dje në lagjen 15 tetori pas një konflikti për motive të dobta, shtetasi me inicialet FB ka goditur me mjet prerëstik shtetasin me inicialet SM 32 vjeç, i cili ndodhet i shtruar në Spitalin Rajonal të Vlorës jashtë rrezikut për jetën. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se shtetasi me inicialet KX me automjetin e tij ka larguar nga vendi i ngjarjes autorin e dyshuar FB, ndërsa shtetasi EH ka larguar automjetin e këtij të fundit. Po punohet për kapjen e tyre dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Komisariatin e Policisë Sarand arrestuan në flagrancë shtetasin me inicialet M 46 vjeç, banues në Sarand, pasi u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand arrestuan në flagrancë shtetasin me inicialet MR 39 vjeç, i cili u kap duke kryer punim me ndërtimi pa leje në një objekt në lagjen numër 1 në rrugën e Liçenit në Ksamil. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori për shtetasin me inicialet QR 76 vjeç, banues në fshatin Risili, i cili vuan nga shëndeti mendor. Dyshohet se në gjendje të rënduar psikologjike ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes së tij. Pas veprimeve procedurale, ky shtetas u shtrua në spitalin psikiatrik për kurim. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit KK 58 vjeç dhe VK 55 vjeçe, banues në fshatin Borsh, të cilët kanë bërë kazim ndaj njëri tjetrit pasi për një konflikt banal kanë debatuar dhe ushtruar dhunë psikologjike. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me inicialet SH 25 vjeç, banues në Sarand, pasi dyshohet se ka ndërtuar pa leje një strukturë me profil hekuri në taracën e një objekti 5 katësh. Po këta specialist referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin me inicialet AQ 51 vjeç, banues në Sarand, i cili dyshohet se është konfliktuar fizikisht me motrën e tij në banesën e saj. Specialistët e stacionit të policisë Livadhja referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin me inicialet OG 19 vjeç, banues në fshatin Karahaxh, i cili për motive të dobta ka goditur me grushte shtetasin me inicialet AG 21 vjeç, banues në fshatin Çlirim. Materialet procedurale për rastet ju referuan prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme.